Përshëndetje miq, jam doktor Shbeltina, sot do të flas për gripin sepse jemi në sezonin e gripit. Gripi është infekcion viral, e dim të gjithë, dhe shfaqet kryesisht në periudhën e vjeshtës, të dimrit dhe në pranverën e hershme. Shenjat dhe simptomat e gripit janë pak a shumë të njohura për të gjithë, sepse janë shenjat e të gjithë pothuajse të gjithë infeksionet virale janë pak a shumë të ngjashme. Megjithatë ka disa karakteristika specifike të gripit. Për shembull, temperatura është një nga shenjat kryesore. Në krahasim me infeksionet e tjera virale, temperatura në grip shfaqet në mënyrë të menjëhershme dhe është temperaturë e lartë, zakonisht e shoqëruar me ethe. Së dyti, sigurisht do të thënë që janë shenjat e skuqjes së syve, lotimi i syve, rrjedhjet e hundëve, skuqja e fytit, dhimbja e fytit, kolla. Por ajo që është karakteristike për gripin janë dhimbjet e muskujve dhe dhimbja e kokës. Gjithashtu, në disa raste, gripi mund të komplikohet me forma të rënda, të cilat prekin zemrën në formën e miokarditeve, prekin mushkërit në formën e pneumonive dhe të bronkopneumonive, dhe mund të ketë komplikacione të tjera që mund të prekin trurin në formën e encefaliteve, apo edhe veshka në formën e nefriteve, apo glomerulonefriteve. Gjithsesi, këto janë forma më të rralla dhe nuk është skopi i kësaj videoje për të folur për to. Për sa i përket kategorisë së individëve që janë më të riskuar për të bërë forma të rënda të gripit, unë do të veçoja sigurisht fëmijët. Fëmijët, sidomos në moshën 2 vjeç, janë më të rrezikuar që kur preken nga gripi, mundësia që të kërkohet shtrimi në spital është më e madhe se sa tek fëmijët e moshave më të mëdha ose në krahasim me të rriturit, dhe fëmijët në moshën 5 vjeç kanë më shumë mundësi që të bëjnë komplikacione të rrugëve të poshtme respiratore në formën e pneumonive dhe të bronkopneumonive. Tek fëmijët do të veçoja në mënyrë të veçantë të porsalindurit. Sigurisht të gjithë e dim që të porsalindurit nuk duhet ekspozohen ndaj të rriturve me viroza ose infekcione të tjera, por ajo që dua të theksoj është, edhe pse nuk është se kemi shumë bebe të lindura preterm, të lindur para kohe, megjithatë kushdo nga ju që ka një fëmijë të lindur para kohë dhe sidomos deri në vitet në 5 vitet e para të jetës, duhet të tregohet shumë protektiv në mënyrë që të mbrojë fëmijën sa më shumë të jetë e mundur ndaj këtyre infeksioneve, sepse mundësia e komplikacioneve është goxha serioze. Gjithashtu fëmijët të cilat janë me probleme të zemrës, fëmijët me probleme të diabetit, me smundje të tjera neurologjike ose me probleme metabolike, janë gjithashtu shumë të rrezikuar. Në individët adult, në përgjithësi smundja është në forma të lehta, megjithatë unë do të specifikoja kategori të saktuara, për shembull individët sigurisht të moshuar që kanë probleme të zemrës, individët që kanë probleme të diabetit, individët që kanë probleme të hipertensionit, apo edhe smundje të tjera të veshkave, mëlçive e të tjerë, janë më të predispozuar që të kenë forma të rënda të gripit. Gjithashtu, një kategori e veçantë është gratë shtatzana, për arsye sepse nuk e kam dëgjuar të përmendem shumë shpesh, por gratë shtatzana janë veçanërisht të rrezikuar ndaj infeksioneve virale, sidomos ndaj gripit, dhe kjo nuk përfshin vetëm periudhën gjatë shtatzanisë, por edhe 3 muaj pas lindjes. Por sa i përket mënyrës së trajtimit, trajtimi në shumicën e rasteve është simptomatik, pra dhënia e lëngjeve, trajtimi i temperaturës me paracetamol dhe ibuprofen, dhe nuk duhet përdorur aspirina, sidomos tek fëmijët në moshën 14 vjeç, dhe sigurisht që në rastin kur komplikohet me forma të rënda të infeksioneve respiratore, me forma të rënda të simptomave respiratore, absolutisht duhet të shkoni të drejtoheni mjekut, për arsye sepse mund të jetë nevoja për shtrim. Një gjë që duhet të përmendë që nuk e përmenda në fillim të videos është fakti që fëmijët e vegjël, përveç simptomave që unë përmenda të temperaturës, dhimbja e muskujve, dhimbja e kokës dhe sigurisht simptomat respiratore, fëmijët e vegjël bëjnë edhe forma, që janë karakteristike me diare dhe të vjella. Pra temperatura shfaqur në mënyrë të menjëhershme me diare dhe të vjella në sezonin e gripit, mund të jetë grip edhe pse kolla dhe simptomat respiratore mund të mos jenë prezente.
Pak a shumë kaq kisha unë për këtë video dhe sigurisht do me thënë që do vi me materiale të reja në vazhdim. Në qoftë se keni ndonjë koment ose në qoftë se do me thënë keni ndonjë pyetje për mua, sigurisht që mund ta shkruani në komente dhe unë përpiqem që t'ja u kthej përgjigje sa më herët jetë e mundshme. Kaq kisha unë për sot, në qoftë se i gjeni videot e mia me vlerë, ju lutem bëni subscribe dhe bëjni like videove në mënyrë që të më jepni suportin e duhur që të vazhdojmë të bëjmë video të mira. Ju përqafoj dhe ju uroj një dimër të mbarë edhe gëzuar festat.